Zbulohen detajet e perlës së re muzikore që fenomeni Shkodran Luiz Eli do të sjellë së shpejti për publikun shqiptar. Ka qenë vetë Shkodrani i zemrës i cili ka zbuluar ndërmjet një videoje se kënga që ai do të publikojë do të jetë në bashkëpunim me dy artiste të mirënjohura kosovare dhe teje të dashura për të gjithë shqiptarët. Luizi shfaqet në video i shoqëruar me artisten e dashur Mimoza Shkodra, e cila është e veshur dhe e rregulluar njësoj sikurse ai pasi siç duket po xhirojnë videoklipin e këngës së shumë pritur. Shkodrani duket se do të sjellë një perlë muzikore shumë të bukur e cila do të jetë një hit i vërtet dhe do të bëjë namin në të gjitha platformat muzikore. Fenomeni Shkodrani i entuziazmuar për këtë bashkëpunim ka thënë se bashkë me ta aty afër gjendet edhe artistja tjetër e mirënjohur dhe shumë të pëlqyer Nora Istrefi, e cila me sa duket do të jetë pjesë e këngës që do ua marrë zemrën të gjithëve. Kushdo që e ka parë videon nuk ka mundur të mos hezitojë të pyes lidhur me detajet të tjera të këtij bashkëpunimi. Edhe pse data e publikimit u bë gjithashtu e ditur nga Luizi dhe Mimoza Shkodra. Kënga pritet që javën tjetër të publikohet nga artistët të cilët me sa duket po xhirojnë edhe videoklipin. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tyre kanë reaguar menjëherë, por sa kanë parë videon e detajeve të këngës së re që fenomeni Shkodran Luiz Eli ka publikuar në profilin e tij. Me siguri tani emocionet dhe kurioziteti se si do të jetë ky bashkëpunim i kësaj tresheje artistësh teje të mëdhenj dhe të dashur jashtëzakonisht nga shqiptarët është rritur dhe kushdo që e ka marrë vesh mezi po pret tani javën tjetër për të parë se çfarë perle muzikore do të sjellin. E sigurt që ka për të qenë një hit ashtu sikurse edhe po e komentojnë fansat dhe dashamirësit e muzikës së tyre. Ky bashkëpunim nuk pritej, por me sa duket Luiz Eli është artist surprizash dhe duhet thënë se ka goditur në shenjë me koleget që ka zgjedhur të sjellë një këngë. Nora Istrefi dhe Mimoza Shkodra kanë për të shkëlqyer me në krah fenomenin Shkodran Luiz Eli. Na mbetet vetëm të presim dhe të shohim se si do të shkojë ky bashkëpunim dhe se çfarë muzike kanë zgjedhur.